Rahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E kjo është me të mosh zemra plot. Edhe Allah azza wa jall e rujt për kushtimin tuaj, e të baballarëve tuaj, e të haxhilerëve të mirë në mesin tuaj, e të djemve të mirë që ju shndrit fytyra nga besimi e nga tabani edhe edukata e familjes, edhe elhamdulillahi rabbil alamin që në këtë xhami për herë e gjejmë këtë frymë të besimit, e të harmonisë, e të vllaznisë, e gjejmë dritën, e gjejmë pastërtinë, edhe gjejmë rujtjen e tabanit, dhe kjo është një vlerë shumë e madhe për gjithë secilin prej nesh. Të dashtën dhe të shtrajtë. Ne jemi në ditë të fundit edhe në të fundit të muajit të mëdhenshëm të Ramazanit. Edhe keni parasysh kur dikush që e kemi shumë për zemër prej të afërmëve tanë, por që është larg, na vjen për vizitë, edhe rrin një ditë, një javë, një muaj, pastaj vjen momenti për ta përcjell atë. Përmallohemi. Pse? Sepse është dashnia e zemrës. Ashtu përmallohemi edhe në ditët e fundit të këtij muaji të begat të Ramazanit. Në ditët dhe në netët e të cilit Allahu azza wa jall na mësoi me mirësinë dhe bekimet e tij të panumërta. I vizitum xhamit, i vizitum xhamatet, u takum me njëri tjetrin, u mblodhëm në shtëpitë e Allahut azza wa jall për ta fal namazin, 5 namazet ditore, namazin e taravis, këto 20 rekate të thjeshta, të amla, të bukura që i falim çdo natë, si një shenjë e përkushtimit dhe devocionit të zemrës. Mirë po sikur se thotë Allahu azza wa jall, këto janë ditë të numëruara, edhe kalojnë shpejt. Shkojnë me një herë. E i lumi ai i cili përfiton nga kjo mirësi e madhe e Zotit të gjithësisë. Po të hedhni syt djathtë asmajtas gjithë secili për jush. A nuk e veni re se vitin e kaluam në mesin ton kanë kenë disa njerëz që si mjet nuk i kemi më në mesin ton. Ka kenë Ramazani i tyre i fundit. Subhanallah. Ndoshta mund të jetë edhe Ramazani i jon i fundit, i cili do prej nesh. E inshallah Allah azza wa jall na jep jetë të gjatë për me shiju Ramazan pas Ramazani. Edhe me shiju Ramazan e pa fund si ky i si vjeçmi, që për mu edhe shokët e mi është Ramazan që përsëritet pas 33 viteve. Sepse një herë në 33 vite Ramazani përsëritet në të njëjtën kohë. Para 33 viteve e kemi agjëruar Ramazanin si në këtë kohë. I marr, i lehtë, i dashur, i shpejt. Askush nuk thot u lodha, mori etja, mori uria. Përveç dikush që ka një punë shumë të rëndë, Allahu ju baftnim. Të dashtën dhe shtrejt. Ne jemi në atmosferën e begat të 10 netëve të fundit të Ramazanit. Dhe në këto 10 net, siç kurse është suneti pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, ne kërkojmë natën e Kadrit. Mirë po pse kërkojmë natën e Kadrit? Ne në fakt në çdo frymë dhe në çdo ditë dhe në çdo natë, prej frymërave dhe ditëve dhe netëve të këtij Ramazani jemi në atmosferën e natës së Kadrit. Elhamdulillahi rabbil alamin. Njëna ditë ma e bukur se tjetra, e njëna natë ma e bukur se tjetra. Mirë po, Allahu azza wa jall don me na llastu, don me na marrë me të mirë, don me na mëshiru, don me na fal, don me na dhuru, don me na tregu se mëshira e tij ndaj agjëruesve është e pa përshkrueshme. Edhe na thot, imagjinoni, shikoni çfarë dashnie dhe çfarë mëshire ka për ne. Na thot mas krejt këtij muajit, na thot se në një prej këtyre ditëve të 10 ditëve të fundit të Ramazanit është një natë, e cila tek Allahu azza wa jall e ka peshen sa një jetë. Se sa është nata e Kadrit? 83 vite jetë. Po imagjino ti e adhuron Zotin tënd në këtë natë dhe fiton shpërblimin e një jete adhurim. Që do të thotë se tek Allahu azza wa jall dhuntit për ummetin e Hazreti pejgamberit ton alayhi salatu wasalam janë të panumërta. Dhe sikur se e shohim nëpërmjet argumenteve të shumta, Zoti i gjithësisë sikur na thotë ju veç hajdeni, edhe përfitoni, edhe merrni sa të mundeni. Dhe sado që të mendoni se keni marrë, tek unë ka edhe më shumë, edhe më shumë, edhe më shumë. Edhe vula, edhe mirësia më e madhe e krejt këtij muaji të begat është nesër në ditën e gjykimit, kur të gjithë agjëruesit e ummetit të Hazreti pejgamberit ton alayhi salatu wasalam do të thirrën në fushën e mahsherit por të hyrë nga një prej dyrëve të xhenetit ku shkruhet Ar-Rayyan. Do të thirreni me emra të përveçëm gjithë secili të dashurit e mi.
Sa që thuhet se do të numrohen të gjithë deri tek I fundit, dhe do të thirret, a ka ma njeri, nuk ka ma, dhe do të myllet ajo derë. Prandaj, a ka mysh dhe ma të madhe, se sa me e shiju këtë mirësi të madhe të Allahut Azza wa Jell, që na e jep agjërimin e Ramazanit, me na përmirësu sjelljen, me na përmirësu shnetin, me na përmirësu adhurimin, me na ashtu dritën e dashurisë së Tij, me na ashtu bereqetin, me na fal gjunahet, me na afru me mallnin e Tij Azza wa Jell, me na thanë që agjërimi është I imi, edhe këtë që po e bani për mua enkas, kujdes ti nuk po bën diçka të vogël, ti nuk po rrin thjesht pa ngrënë dhe pa pi në një orar të caktuar të ditës. Ti po I përgjigjesh Allahut Azza wa Jell me atë çfarë don prej teje. Dhe po I dëshmon Allahut Azza wa Jell, edhe melekëve të Tij dhe gjithësisë, se ti je në krahun e Allahut, ti je me Allahun. Ti je në krahun e besimit. Ti ke aftësinë edhe burrnin edhe kurajon edhe vullnetin me I qëndru besnik Allahut Azza wa Jell. Ndërkohë që dikush tjetër nuk e bën një gjë të tillë. Mos e shih pa këtë. Ti duhet me e vlerësu veten tënde nëpërmjet mëshirës së Allahut Azza wa Jell ndaj teje dhe me thanë Allahumma lekal hamd. Unë që nuk jam asgjë, unë që jam një hiç, unë që jam shumë I vogël, unë që jam gjunaqar, unë që vetëm Ti e din ja Rabb se çfarë kam bërë dhe çfarë bëj. Unë më mrit në këtë grad, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Unë me emrit natën e Kadrit, mu fal gjunahet, unë me emrit mëshirën e Allahut Azza wa Jell, Allahu Akbar. Dhe dëgjoni disa argumente të shkurtra dhe e përfundoj mesazhin e kësaj imramje. Nana e jon Hazreti Aisha çfarë thot për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Ju basha kur bën me nanë e bab, shikoni çfarë shembull ka kënë. Thot lodhej në 10 ditëshin apo në 10-shin e fundit sa në asnjë kohë tjetër. Në një transmetim tjetër thuhet që e lidhte rripin, pra e shturmonte rripin, pra metaforë e angazhimit të madh, edhe zgjonte familjen për t'u fal për te namazeve të zakonshme. Qonu se po na I koha para syfyrit, dhe secili angazhohej në privatësinë e tij me Zotin e gjithësisë, me dhikre, me lexim Kur'anit, me dua. Qonu, fitoni kohën. Pastaj lexojmë në Kur'an se kjo natë është khairun min elfi shahr, është ma e mirë se sa 1000 muaj, që do të thotë, sikur se transmeton Imam Mujahidi, vepra, agjërimi dhe namazi natën janë ma të mira se sa në 1000 muaj. Pra kanë një peshë të jashtëzakonshme. Prandaj përfitoni sa më shumë të gjithë së bashku. Thotë Hazreti Ubej ibn Ka'b radhiyallahu anhu, pasha Allahun, unë e di atë, pra natën e Kadrit, dhe besoj se është ajo natë që na urdhëroi Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam të ngrihemi për t'u fal nata e 27. Hazreti Enes ibn Malik thotë, vepra në natën e Kadrit, sadakaja, namazi dhe zekati janë më të mirë se sa 1000 muaj. Pra çdo gjë që ti e bën në këtë periudhë të begat, ta dish se tek Allahu Azza wa Jell ka me tu shumë fishu për 1000 muaj. Prandaj garoni të dashurit e mi. Bani mirë, flitni mirë, dhuroni dashni, mirësi, dashamirësi në mesin e njerëzve, buzëqeshni njerëzve, fali njerëzit, toleroni njerëzit, që të na fal Allahu Azza wa Jell, që të na tolerojë Allahu Azza wa Jell, që të na shohë me mëshirën e Tij Tebaraka wa Taala. Edhe e fundit, Hazreti Imam Ibn Kathiri në tefsirin e tij, teksa përmend ajetin kuranor, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, pra melekët edhe shpirti, Xhibrili pra alayhis salam, zbresin në këtë natë, ka thënë, shtohet numri I melekëve që zbresin në këtë natë për shkak të bereqetit të madh të kësaj nate. Ata zbresin kur zbret bereqeti dhe mëshira e Allahut, sikur se zbresin aty ku lexohet Kurani dhe rrethojnë hallkat e dhikrit e tjerë. Prandaj të shtojmë sa më shumë përmendjen e Allahut, lutjet, mos ta humbim kohën me celular, me rrjete sociale, me filma, me seriale, me ndeshje futbollit. E le ti mbyllim për një javë se nuk bëhet kiameti. Edhe nëse bëhet kiameti, jemi në adhurimin më të mirë, edhe jemi me Allahun Azza wa Jell. Tamam? Nëse a bën një ndeshje edhe jemi tifozë me një ekip, e marrim vesh në nesërmen apo ku diun se sa është ndadhe. Ama këtë kohë që e shfrytëzojmë për dhikr, për lexim Kuranit, për lutje, kjo nuk na kthehet më. Po I lutem Allahu subhanahu wa taala që me na ashtu bereqetin, me na ashtu mirësinë, me na bë me e përjetu sa më mirë këtë bekim të madh që na e ka dhënë, edhe me e marr këtë muaj
të begat të Ramazanit me pranim të plot, me kabul të plot, nga gjithë secili prej nesh. Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërbleft e ju begatoftë dhe ju rujt ju, e familjet tuaja, e të dashnët tuaj, e tokën tuaj, e këtë xhami, e imamin e saj, e imamet e saj, e imshiroft baballarët tanë të kësaj xhamie, e haxhilerët e kësaj xhamie, e kujdestarët e kësaj xhamie, e njerëzit e mirë të kësaj xhamie me të cilët jemi taku këtu e vite, dhe na baf për atyre që e ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj. Walhamdulillahi rabbil alamin.